Fillojmë me njëherë. Mirë se vini në këtë shpjegim të thellë, ku do të zbërthejmë një nga traditat ezoterike më të lashta, më të fuqishme dhe sinqerisht më të keq kuptuara të njerëzimit. Sot, le t'i lëmë mënjan mitet. Le të hedhim dritë mbi kaballën për ta parë si atë që është në të vërtetë, një arkitekturë absolutisht e jashtëzakonshme e urtësisë hyjnore. Në rregull, le të zhytemi drejt për drejt në këtë material. E gjitha nis me pyetjen ndoshta më të thellë që mund të shtrohet ndonjëherë, cili është, në fakt, kuptimi i vërtetë i ekzistencës. Përtej rutinës shmullshme të përditshmërisë, kjo traditë kërkon të zbulojë pikërisht atë, natyrën e fshehtë të universit dhe natyrisht lidhjen intime të çdo individi me burimin hyjnor. Për të kuptuar të gjithë këtë, do të ndjekim këtë rrugtim. Së pari, çfarë është kaballa? Së dyti, origjina e saj nga lashtësia. Së treti, ndërtimi i universit. Së katërti, pema e jetës. Më pas do të shohim njeriun si mikrokozmos dhe së fundmi kapërcimin e frikës. E të nisim me pikën e parë. Çfarë është saktësisht kaballa? Dhe ja, ku bëhet vërtet interesante. Ekziston ky mit i madh, sikur bëhet fjalë thjesht për ndonjë praktikë të fshehtë okulte. Por jo, as pak, është në fakt një hartë tepër e thellë dhe strukturuar e realitetit. Vetë fjala hebraike kaballa, fjalë për fjalë përkthehet si marrje ose një traditë e transmetuar. Kjo do të thotë se nuk ka të bëjë me shpikjen e diçka e të re, por me aftësinë tonë për të marrë një urtësi të thellë nga mësuesit e lashtë. Bëhet fjalë për përdorimin e simboleve, numrave dhe meditimit për të kuptuar thelbinë e vërtetë të realitetit. Kalojmë te pjesa e dytë, origjina e saj nga lashtësia. Këto koncepte, siç mund të kuptohet, nuk mbin papritur nga hiçi, kanë rrënjë tepër të thella. Nëse gjurmojmë këtë udhtim historik, tradita thotë se elementët e pari u kaluan figurave të lashta profetike si Adami dhe Abrahami. Është konsideruar shpesh si shpirti i fshehtë i traditës biblike, por keni parasysh diçka. Ka ndikime jashtëzakonisht të forta edhe nga urtësia e Egjiptit të lashtë dhe Babilonisë. Është thjesht magjepse se si kjo filozofi evoluoi nga lindja e mesme e lashtë për të bërë një sistem kaq i strukturuar në Spanjën dhe Francën e shekujve 12 dhe 13, për të ruajtur gjithë këtë dije ezoterike përgjatë shekujve. U desh të dokumentohej apo jo? Këtu hyn në lojë tekstet thelbësore. Kryesorët janë libri i Zohar, i cili është një koment masiv mistik mbi krijimin, dhe Sefer Yetzira, ose libri i formimit. Ky i fundit thellohet tek ideja se gjithçka u krijua përmes strukturave absolutisht të sakta të numrave dhe shkronjave. Këto dy tekste ishin një spirancë vërtet, duke ndikuar fuqishëm më vonë në filozofinë moderne, në hermetizëm dhe në alqiminë perëndimore. Tani, le të zgjerojmë perspektivën me pikën e tretë, ndërtimi i universit. Për të kuptuar metafizikën në këtë shkallë gjigante makro, mendoni pak për analogjinë e icebergut. Është perfekte këtu. Bota fizike, pra gjithçka që ne prekim, shohim dhe matim çdo ditë, është thjesht stresa më e jashtme. Është fjalë për fjalë vetëm maja e icebergut. Në atë sipërfaqe të dukshme fshihen dimensione shpirtërore vërtet të paimagjinueshme. Po flasim për energji dhe ligje universale masive që diktojnë gjithçka, aty, në prapasken. Kaballa na mëson se realiteti i vërtet e gjithë pesha e tij gjendet pikërisht aty poshtë, në të padukshmen. Pra, pika vendimtare është ky koncepti i quajtur Ein Sof, që përkthehet fjalë për fjalë si i pafundmi. Pse ka rëndësi kjo? Sepse çdo gjë që ekziston, nga galaktikat më masive e deri te shkëndia më e vogël, më e ime dhe vedijes, rrjedh pas një përjashtim nga ky burim i vetëm, hyjnor dhe i pakufishëm. Ai është origjina absolute e çdo lloji energjie krijuese në të gjithë universin. Kjo na çon natyrshëm te pika e katërt, e famshmja, pema e jetës. Tani, si zbret saktësisht gjithë kjo energji nga i burimi pafundëm në botën tonë të përditshme. Për këto, tradita përdor një diagram shumë specifik, dhe numri 10 është absolutisht thelbësor këtu. Pema e jetës përbëhet nga saktësisht 10 qendra energjie, të cilat njihen si sefiarrëth. Këto 10 pika nuk qëndrojnë të izoluara në zbrazti. Ato lidhen me njëra tjetrën përmes shtigjeve shumë të sakta simbolike, ku secila përfaqëson një aspekt tërësisht unik të krijimit hyjnor. Për ta bërë edhe më thjesht, mënyra më e mirë për ta parë këtë diagram është të mendojmë për të si një hartë, po, fjalë për fjalë, një sistem navigimi GPS për shpirtin njerëzor. Nuk është thjesht një besytyni apo një vizatim abstrakt, është një udhëzues jashtëzakonisht praktik. Përmes alkimisë shpirtërore dhe meditimit, një individ ndjek të hartë për të ecur përpara, për të kaluar pengesat e brendshme, hap pas hapi, drejt një zgjimi dhe ndriçimi të plotë shpirtëror. Kalojmë tani te pika e pestë, njeriu si mikrokozmos. Tani,
Le ta zbresim këtë në një nivel shumë më personal, sepse kjo e ilustron në mënyrë geniale atë që mund ta quajmë analogjia e pasqyrës. Nga njëra anë është individu, me të gjitha ato mendime, emocione dhe veprime të përditshme. Nga ana tjetër është i gjithë plani universal shpirtëror. Rregulli i artë këtu është ky. Çdo mendim i vetëm, çdo emocion i vetëm krijon fjalë për fjalë një val ndikimi në atë plan universal. Çdo njeri funksionon me universin si një pasqyrë dypalshe. Çdo gjë që ndodh brenda reflektohet jashtë. Është vërtet jashtëzakonshme të mendosh se sa shumë rëndësi ka edhe veprimi më i vogël. Dhe duke e kuptuar qenien njerëzore në këtë mënyrë, si një mikrokozmos i lidhur thellësisht me gjithë atë makrokozmos, papritur, njeriu fillon e mbledh përgjigje vërtet të logjikshme për disa pyetje masive ekzistenciale. Si u krijuai gjithçka? Pse shfaqet e mira gjithmonë bashkë me të keqen? Cili është në të vërtetë qëllimi i shpirtit? Dhe si ndërvepron saktësisht mendja me realitetin përreth? Këto nuk janë më thjesht pyetje abstrakte filozofike, por kthehen në element të studimit të zbatueshëm me praktik. Dhe kjo na sjell te pika e fundit dhe ndoshta më e rëndësishme për jetën tonë. Kapërcimi i frikës. E gjithë ajo teori dhe strukturë kozmike që diskutuam, në fakt vlen për këtë pikë praktike. E gjitha kjo funksionon si një paket mjetësh thelbësore për rregullimin e emocioneve tona. Kjo arkitekturë nuk u shkrua thjesht për t'u admiruar nëpër libra, por për të ndryshuar jetën në mënyrë aktive. Synimi i vërtet praktik është të mposhtet egoja, është të rritet intuita, të zgjerohet vetdia dhe të arrihet kapërcimi atyre frikrave të përditshme që shpesh bëhen paralizuese. Duke u harmonizuar me këto ligje të fshehura të universit, çdo njeri mund të fitojë një ekuilibër dhe kontroll të paimagjinueshëm. Le të kalojmë te thelbi i gjithë kësaj, sepse qëllimi absolut prapa të gjitha këtyre hartave komplekse dhe meditimeve përmbledhet briljantisht në një objektiv të vetëm: zbulimi i dritës fshehur. Është thjesht një thirrje për një zgjim të fuqishëm të brendshëm. Është një proces ku njeriu pastrohet, le pas errësirën e egos dhe zbulon një qartësi të plot, pikërisht aty, brenda vetvetes. Si përfundim, ky citat e thot më së miri atë që sapo diskutuam. Një ftesë për të parë përtej sipërfaqes së realitetit. Dhe ja vlen ta mendojmë pak këtë. Nga ai icebergu i madh kozmike deri te navigimi ynë shpirtëror i përditshëm, bëhet e qartë se sa shumë mbetet për të zbuluar. Nëse kjo botë fizike është vërtet vetëm maja e icebergut, atëherë cilat fuqi të fshehura mendoni se po flen pikërisht tani brenda thellësisë së secilit prej nesh, duke pritur thjesht momentin e duhur për t'u zgjuar.